Po t'ja dinim vlerën, do t'ishte më e dobishme për ne se sa ushqimi dhe pija, siç thotë Imam Ahmedi. Dija fetare është më shumë parsore për besimtarin se sa ushqimi dhe pija, se i do 2-3 herë trupin ditje të marrë ushqim dhe pija, ndërsa për dije fetare ka nevojë çdo çast. Kjo për shumë shkaqe, para prej tyne është se vjen prej Allahut. Dhe ne hoxh e dinë se Allah i lartëson është pa fillim dhe pa mbarim. Por edhe cilësitë e tij janë pa fillim dhe pa mbarim. E prit cilësive të tij është edhe dija. Ndaj dija ti është s'ka fillim as fund. Dhe qështu të Zoti, wa man ahsanu min Allahi qila, një ajet tjetër, wa man ahsanu min Allahi hadith. Kush flet me drejt sa Zoti, kush flet me mirë sa Zoti në surën Nisa. Këto dy ajete Zoti na bën të qartë se çdo sen që vije prej tij është e drejtë, e mirë dhe nuk pranon ndryshe apo ndryshim, pasi vjen nga i gjithdijshmi absolut. Burimi i detyrës fetare është shpallja e Allahut subhanahu wa taala, që vjen nga i gjithdijshmi. Sigurisht. Edhe e dyta është suneti i dërguarit sallallahu alaihi wasallam, pasi Zoti kur flet për të thotë wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk flet asnjë gjë prej vetes tij. Gjithë ajo çfarë thotë ajo është shpallje që ne i kemi shpallur. Ndaj jemi të bindur ne si besimtar se i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam nuk bën gabim në transmetim të shpalljes. Nuk ka mundësi asnjë gabim me ndodh në këtë aspekt. Ti veshët atina, pasi që Zoti ka garantuar se do ta ruaj shpalljen, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Vërtet ne jemi ata që kemi zbrit për kujtimin, pra fenë, Kur'anin, Sunetin, dhe ne do ta mbrojmë atë. Ndaj duke ditë se është prej Allahu dhe dërguarit e tij, ne gjithë si besimtar jemi të sigurt se këto nuk devijojnë dhe nuk ndryshojnë. I njëjti Kur'an është që 14 shekuj po ndryshu as edhe një shkrojnë. Dhe secili njeri me tentu me ndryshu, ai fëmijë i vogël që din atë sure nuk pranon me thonë ndryshe, veç ashtu siç e ka mësuar edhe më dietarët dhe hoxhallarët që e përçojnë mesazhet e saj ditën dhe natën. Po ashtu hoxh një gjë tjetër që na duhet ta dimë si besimtar, si burim dije se kemi edhe veprën e selefit. Ato që kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë ato që i ka lavdruar vetë i dërguari Allahu alaihi wasallam. I ka lavdruar Allahu, sepse nuk flet nga vetja. Është shumë esenciale për ne si besimtar që kuptimin e fesë ta kemi mbi bazën e kuptimit të selefit. Ndaj në kohën e shpërthimit informatik, do të kemi kujdes se nga po e marrim. Është shumë esenciale ta dimë se kuptimi i Kuranit dhe Sunetit do të më buru nga kuptimi apo do të më marrë nga kuptimi i ligjëratave të dalluara. Sigurisht, prej hoxhallarëve tonë që na kanë mësuar dhe vazhdojnë të na mësojnë në rrugën e selefit kuptimin e këtyre ajeteve ose haditheve, pasi që jemi të vetëdijshëm se kanë dalë në kohën e fundit, por veçanërisht pas shfaqjes së rrjeteve sociale, njerëz që flasin pa asnjë dije. Inteligjenca artificiale këta akoma e ka shtu më tepër. Vetëm e ka avancu, pa asnjë dije bazike, flet, jep fatva dhe e ndryshon qëllimin e zbritjes të ajetit ose qëllimin e thënies të pejgamberit ose siç e kemi mësuar në lëndët e hadithit, sababun nuzul, shkakun e zbritjes ose sababul wurud, shkakun e transmetimit. Ndaj gjitha këto na mëson një dietar i mirëfillt që e synon kënaqësinë e Allahut, po ashtu edhe synon të jetë bartës i denjtë i amanetit, shpallë sipas qëllimit të Zotit. Dhe këto janë esenciale që duhet me i kuptu. Çdo tentativë tjetër nga të që vjen, që del jashtë kuptimeve të hoxhallarëve tonë, që falë Zotit mesin e tyre edhe te hoxhin e rum, na bën që të kemi frikë për kësaj çështje. Dhe falë Zotit, keni investu vitet e tëra që xhamati jonë që në Kosovë, që në Shqipëri, që në Maqedoni, tjetë i vetëdijshëm prej këtyre njerëzve që në një farë mënyrë tentojnë ta
ta interpretojnë shpalljen jo sipas asaj që Zoti synon. Ndaj jemi të begaton si popull që Zoti na ka nderuar me njerëz të tillë, e që nësë Allah del prej bive ta njerëz që do ta bartën këtë amanet deri në ditën e fundit dhe të na ruaj Zoti prej devijimit.